Personat që hanë vezë të zjera në mëngjes duhet urgjent ta dëgjojnë këtë. Do befasoheni. Veza është një nga ushqimet më të shëndetshme për njeriun, që ka pasur një rikthim triumfues pas pretendimeve për rolin e saj për shëndetin e njeriut. Por cilat janë përfitimet kryesore që do të merrni nga konsumi të paktën një vezë çdo mëngjes? Vezët do të ofrojnë përfitime të larmishme në dobi të organizmit, dhe disa prej tyre do t'i rendisim në këtë video sipas Healthline. Sipas të dhënave të Healthline, vezët ofrojnë të gjitha aminoacidet që duhet të merrni nga ushqimi, madje po aq sa edhe nga mishi. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Proteina kryesore që gjenden tek veza është ushqyese dhe përmbush shëndetin e njeriut. E mban organizmin më të ngopur dhe gjithashtu eviton dëshirën për ushqime jo të shëndetshme. Gjysma e sasisë së proteinës gjendet te verdha e vezës. Ekspertët vazhdimisht këshillojnë të konsumoni vezën e plot si një zgjidhje për të marrë këto përfitime, citon Healthline. Veza të frenon urinë e tepërt. Një mëngjes i pasur me vezë mban nën fre urinë për më gjatë, krahasuar me ushqime të tjera me bazë drithi, duke e renditur atë si një nga ushqimet më ngopse dhe duke frenuar urinë për ushqime jo të shëndetshme. Disa studime thonë se njerëzit që hanë vezë në mëngjes ndihen akoma dhe më të ngopur dhe hanë më pak në drekë. Vezët do të mbrojnë gjithashtu edhe shëndetin e syve. Vezët janë të pasur me lutein, një pigment i cili është kryesisht i përqendruar tek rutina e syve, duke dhënë atyre një element mjaft të mirë ushqyes për shëndetin e syve. Luteina i mbron syt nga dëmtime të ndryshme si pasojë e plakjes, por edhe nga dëmet e dritës blu, që emetohen nga celular, tablet ose nga pajisjet e ndryshme elektronike. Vezët nuk bllokojnë enët e gjakut. Vezët janë një ushqim shumë i mirë edhe për shëndetin tuaj të zemrës dhe mund të cilësohen gjithashtu sipas ekspertëve si një nga zgjidhjet më të mira ushqyese kundër këtyre komplikacioneve. Për vite me radhë, ekspertët kanë treguar se veza ka qenë në bankën e të akuzuarve për krime të paqëna ndaj shëndetit. Shkak mund të jenë edhe besimet e gabuara se vezët mund të ndikojnë te kolesteroli, por konsumi i vezëve të zjera dhe brenda sasive të lejuara mund të japë rezultate fantastike në reduktimin e këtyre komplikacioneve. Vezët janë të mira gjithashtu edhe për ndërtimin e masës muskulare. Njeriu nis të humbas masë muskulare pasi kalon moshën 30 vjeçare. Masa muskulare nis të bjerë me 5% për çdo 10 vite dhe më shumë nëse nuk kujdeseni më mirë për trupin dhe për shëndetin tuaj. Humbja e saj e bën njeriun që të jetë më i plogësht dhe të rrisen gjithashtu shanset edhe për fraktura të ndryshme. Aktiviteti fizik, veçanërisht ai i cili fokusohet tek forca dhe qëndresa, ju ndihmon që të ruani masën muskulare. Veza dhe proteinat që ofron ajo do të ofrojnë edhe ushqyerjen e duhur të muskujve pas tërvitjes dhe i mbron ato edhe në një strukturë më të mirë. Veza është padyshim përbërësi kryesor i një mëngjesi të shëndetshëm. Një nga mënyrat më të konsumuara të vezës është sigurisht përgatitja e saj në formën e zjerë. Por cilat janë vlerat e vezës së zjerë dhe çfarë i ofron ajo organizmit tuaj nëse konsumohet në këtë formë? Vezët përmbajnë 210 mg kolesterol. Zjerja konsiderohet mënyra më e sigurt për gatim sepse yndyrnat që përdoren gjatë skuqjes mund të rrisin riskun e kolesterolit në organizëm. Ekspertët thonë se vezët janë të mira për shëndetin dhe një i rritur duhet të hajë të paktën 2 vezë çdo mëngjes si pjesë e një regjimi të kujdesshëm shëndetësor. Konsumi i vezëve në mënyrën e duhur në dietën tuaj mund të japë rezultate fantastike kundër një sër komplikacionesh. Ndaj, edhe ekspertët e shëndetit e cilësojnë vezën e zjerë si një nga produktet më të mira për të mbajtur nën kontroll këto komplikacione. Sipas Healthline në këtë video, do të rendisim përfitimet kryesore që do të marrë shëndeti juaj nga konsumi i vezëve të zjera. Ato ofrojnë gjithashtu edhe yndyrnat cilësore.
Vezët e zjera nxisin krijimin e yndyrnave të mira të cilat do të ndihmojnë edhe në ruajtjen e niveleve të kolesterolit në gjak dhe ulin riskun për probleme të zemrës. Këto yndyra të shëndetshme për shëndetin e zemrës ndikojnë gjithashtu edhe në rregullimin e niveleve të insulinës në gjak e përrjedhojnë nivelin e sheqerit në gjak. Vezët e zjera janë një produkt fantastik edhe për personat të cilët duan të ndërtojnë masën muskulare. Vezët e zjera natyralisht përmbajnë nivelet të larta të proteinës. Organizmi ka nevojë për proteinë në forcimin e muskujve, por mbi të gjitha, proteina ndihmon organet e trupit të forcojnë muskuj dhe gjithashtu të keni edhe një shëndet më të plotë. Proteina mundëson strukturën e posaçme të mbrojtjes së mureve të qelizave. Sytë do të përfitojnë gjithashtu ndjeshëm nga përfitimet kryesore të vezëve. Një nga vitaminat më të rëndësishme tek veza është vitamina A. Kjo vitaminë është thelbësore për ndihmën që ofron në retinën e syrit dhe gjithashtu edhe në thithjen e dritës. Mbron membranën dhe ulë riskun e problemeve të prekjes së shikimit nga dobësimi ose verbëria. Vezët e zjera janë gjithashtu fantastike edhe për shëndetin tuaj të kockave. Ndaj edhe ekspertët këshillojnë konsumin e tyre në mënyrë të rregullt, kështu përfitimet do të jenë më të larmishme. Vezët e zjera janë të pasur gjithashtu edhe me vitaminën D, vitaminë e cila është shumë e rëndësishme për kockat dhe dhëmbët e fortë gjithashtu. Vitamina D u mundëson kockave përthithjen e kalciumit dhe nivelin e kalciumit në gjak, duke rregulluar atë. Ky proces garanton që skeleti i trupit të marrë sasinë e duhur të kalciumit për të qenë më i fortë dhe më i shëndetshëm edhe gjatë aktiviteteve të ndryshme ditore. Vezët e zjera mund të kombinohen fare lehtë edhe me produkte të ndryshme ushqyese, një prej të cilave gjithashtu është edhe në kombinimin e sallatave, të patateve, sidomos atyre të furrës, pulës, peshkut si dhe një element i domosdoshëm i një ushqyerje të shëndetshme. Ndaj, konsumi i tyre në mënyrë të rregullt në dietën tuaj mund të luajë një rol pozitiv në lehtësimin e komplikacioneve dhe në rritjen e përfitimeve të vlerave të trupit. Sipas ullëtimeve të publikuara, ngrënia e 1 deri në 2 vezë çdo ditë është një sasi e mirë për shumicën e njerëzve, por këshillohet të konsumohen në formën e zjerë në mënyrë që vlerat e tyre për organizmin të jenë sa më të plota. Nëse po kërkoni të rrisni masën e proteinës dhe të konsumoni edhe më shumë se kaq, ekspertët këshillojnë që të konsumoni vezët e zjera. Kur konsumohen për mëngjes, kanë treguar se e bëjnë njeriun të jetë më i ngopur dhe gjithashtu të lehtësojë edhe dëshirën për ushqime jo të shëndetshme, sidomos edhe gjatë ditës. Një vezë përmban rreth 200 mg kolesterol dietik, sipas udhëzimeve të dietës amerikane. Njerëzit duhet të mbajnë sasinë e kolesterolit të ulët sa më shumë që të jetë mundur për të evituar komplikacionet. Vezët gjithashtu janë një burim shumë i shëndetshëm edhe i proteinave. Ato janë të larta me vitamina minerale dhe me elementë të ndryshëm duke përfshirë këtu vitaminën A, vitaminën B12, gjithashtu edhe vitaminën D, jodin, folatin e të tjera. Të vegjëlit mund të konsumojnë një vezë të zjerë çdo ditë pa u shqetësuar shumë për ndikimet negative të organizmit. Ekspertët vazhdimisht këshillojnë konsumin e vezëve të zjera, si një nga alternativat më të mira ushqyese kundër komplikacioneve të trupit. Duhet të konsumoni vezët e zjera në vend të atyre të skuqura ose edhe të procesuara, pasi vetëm kështu do të merrni përfitimet e tyre unike për shëndetin dhe do të ndikoni pozitivisht edhe në rritjen e masës tuaj muskulare. Vezët e zjera janë të pasura me elementë të ndryshëm ushqyes, ndaj edhe konsumi i tyre brenda sasive të rekomanduara ditore mund të luajë një rol pozitiv në lehtësimin e dëmeve të trupit dhe mbajtjen e shëndetit tuaj më të fortë, më të mbrojtur dhe të evitoni gjithashtu komplikacionet. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zvendësojnë këshillat e mjekut tuaj
ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.